Përshëndetje. Unë jam Gala Dragot, ju kam ndjekur nga Bruxelli. Unë nuk kam lind këtu në Shqipëri, por jam rrit në familje shumë e lidhur me problemet e Shqipërisë. Jam shumë e entuziasmuar nga protesta juaj, që më bën të besoj që brezi im mund të bëj ndryshime. Jam kaq e lumtur që jeni të dëngjeshëm për forcën që keni dhe të ardhmen që doni. Unë kam qenë me babin tim në protestën e studentëve në 2018, kur kisha 13 vjeç. Më kujtohet si më mbushi me shpresë. Mirë po, kjo protest atëherë dështoj nga dërhyrjet e politikave të korruptuara. Atëherë sonte, unë jam këtu për t'ju kujtuar juve që duhet të keni kurajo pa fund. Kurajo pa fund për të mbërë ndryshim. Kurajo pa fund që të rezoni të klasë politike të kalbur, mos I lejoni elementet politik të ndotin në vizjen tuaj. E ardhma është e jona dhe çdo qeveri që nuk na ndihmon ne të ndërtojmë të ardhmen tonë është armiku jonë. Mos lejoni asnjë pushtet të dekompozuar të diktoj të ardhmen tonë. To everybody here, thank you for being here and giving your future a chance.